Zëvendës kryeministre dhe njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku ka zhvilluar këtë të hënë një takim koordinues me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në kuadër të masave për përballimin e situatës që pritet të krijohet nga moti i keq në ditët në vijim. Në fjalën e saj, Balloku bëri me dije se KESH ka analizuar situatën dhe ja marr masat për situatat e mundshme nga rreshtet. Shqipëria do të përfshihet nga një front atmosferik i ulët me rreshte me intensitet të lartë. Pritet që të nisonte në orët e natës nga ora 1 e mbrëmjes, do kemi agravim të situatës që nis nga veriu dhe përhapet në verilindje. KESH ka analizuar situatën. Për këtë arsye u bë me dije se duke nisur nga 11 nëntori, KESH ka nisur të ulë nivelet në bazenin e Koman dhe Vau të Dejës për të ulur nivelet për shkak të prurëve të përrenjve. Parashikohen rreshje me intensitet të lartë, kozjata pothuajse 48 orë. Ndaloj për një moment në situatën e Fushë Shkodrës janë marrë masa nga KESH për të dyja bazenet për të mbledhur ujin, pa që nevojë të hapen portat, u shpreh Balloku. Edhe ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballur me çdo situatë që mund të krijohet për shkak të motit të keq që pritet të godasë vendin.